Për mendim temin, s'kish me qenë ideal, janë i qift me punu bashk. Ndoshta konsumohen shumë a shumë, ndoshta kur shkojnë në shtëpi s'kanë çka me fol, ndoshta pak të unë me partnerin tem për punë nuk o që dojmë shumë e folë. Ndoshta pak për shkak profesionit tem, si unë ju gjithë shka për punën më i me tregu partnerit, se duna me rujtë privatësinë e njerëzit të tjerë, mirë po besoj që konsumohen shumë a shpejt. O nevoj që 10 vite. Pra po thëmë, që për dikon mundet me funksionu shumë mirë për mendim temin ju. Edhe jam në atë rutinën, ose kështu e kom kriju edhe i kom fillu, më duket nëse se kam ato afer, jam sikur pa... Uamu, ma herët, thatë që ndonjëherë harroj që e kom burë. Jo, se fillojna nëse veç flasim për punën. Jo, në atë aspektin që mbjan me u taku edhe se me klienta edhe më shef edhe të folë edhe unë e di që aje e kupton për shka sakt jam aty dhe për shka nuk e shoh që është u burë dhe duhet më rujt në qëtë aspekt, ose me qenë kufizume, fjalimet e mija, lëvizet e mija, më njerës tjerë pësa e kom të shtatë u burë dhe në zgudzaj me bo që të veprem. Që që prea soj pjesë jo me lirë. Po mandi mendoj që edhe një ndër sekretet e martisës e sukseshme është mos me pas nevoj me urujt edhe kër e ki burin ofër edhe kër nuk e ki. Pra po thëmë, ti ki provu e din shumë ma mirë se one, ti është për mendimin tam, unë për veti se kësha provu as një herë. Elita, e kalumja në kam mësu thujse vetëm një model të martesës, atë të përjetëshëm. Madje është Ka qenë ose s'ka qenë i lumëtur. është edhe thënja që është gjithashtu e përjetëshme, bashk përjetësisht, veç është harru diçka që kjo e përjetëshmja ka shumë ditë brenda. Nuk është thjesht thënje. Martesa është një fush kompromisesh, duhet me lëshu pe. Vërtet duhet bo kompromise, sepse jo gjithë shka shkon vaj në gjdo moment. Sot një kompromis dhe nesër pastaj ai tjetri që s'ka qenë rrugën e duhur, të komunikimit të themi dhe jo të veprimeve, ndoshta reflekton dhe njerëzit baraziten dhe vim bash aty ku duhet, sepse po jetojmë në një kohë që njerëzit janë bo shumë impulsiv, reagojmë për gjithë shka, vinë deri te vendimet për ndarje për hiq gjë, duhet me u përpjek, kur nuk ka arsye të mëdha, mos me shku të ndarje, arsye të mëdha si tradhtia e besimit, gjëra të tjera që e prishin dhe fundosin vërtet një martesë, jo me u nda siç po ndahen për një fjalë goje. Kjo nuk është mirë sepse si kontribon as qiftit dhe as familjes në përgjithësi. Përveç sekreteve të martesës, po ndojmë juve edhe një sekret që ju bën mundi bukur edhe mirë. Është fjala për çajin Mana. Sot do të flasim për këtë produkt revolucionar, prodhem nga Zvicra, 100% natyral dhe klinikisht të testuar. Përshpejtojnë metabolizmin, pastrojnë toksinat nga trupi, largojnë urinë e tepërt dhe fryrjen e barkut, pa asnjë efekt ansor. Përdoren nga të dyja gjinit, femra dhe meshkuj, të sigurtat edhe për gra gjithënse. Me çajrat Mana humbisni 5 deri në 7 kg shpejt edhe në një mënyrë të sigurt.